Mirë se erdhët të dashur binjakë në Letrat Rrethejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Kur hapa letrat, pyetja ime ishte: çfarë po vjen në jetën tënde në këto ditë të ardhshme? Letra numër 1 është 10 të kupës. Këto po vjen një ndjenjë shumë e bukur, shumë e mirë. Kjo lidhet me afërsi, momente të bukura ose një situatë që të jep ndjesinë: kjo është ajo që dua. Më në fund, arrita atë që dua. Ose, si shembull mund të jep kohë mirë me dikë, një lidhje që duket e plotë, të plotson, të përmbush, ose një moment ku ndihesh emocionalisht vërtet dhe përmbushur, por dhe lumtur. Kjo është energji shumë pozitive, por nuk është gjithë historia. Të dashur binjak. Kemi letrën e dytë, ku duhet të kesh kujdes? 5 të zemrës. Këtu del pak si një zhgënjim. Mund të ketë diçka që nuk shkon siç e prisje. Ëndra të kesh gjithë ato dhe nuk po shkon ashtu siç dëshironi. Një reagim që të lëndon, ose një ndjenjë që nuk të kthehet në të njëjtin nivel. Shembull që mund të jap të dashur binjak: një situatë që të zhgënjen pas një momenti të mirë, një person që nuk vepron siç prisje, ose një realitet që nuk po përputhet me pritshmëritë e juaja. Kujdes, mos u kap vetëm pas momentit të bukur dhe të injorosh pjesën tjetër. Mundësia që po vjen është the lovers, të dashuruarit. Këtu është thelbi i gjithë leximit, të dashur binjak. Kjo është një lidhje fortë, një zgjedhje emocionale ose një vendim që lidhet direkt me zemrën e juaj. Por kjo nuk është thjesht dashuri, është zgjedhje. Duhet të vendosësh çfarë do realisht dhe nëse kjo situatë është në përputhje me ty. Kjo është zgjedhje që duhet të bëni. Dhe letra e fundit që thotë çfarë duhet të bësh konkretisht, që është faqe e lajtive apo monedhës ndryshe, këtu duhet të jeni realist. Jo të ndjekësh vetëm ndjenjën, por dhe të shohësh: a ka bazë kjo situatë, apo ndërtohet diçka reale, apo është vetëm moment, që nuk do të jetë vetëm dashuri, mund të jetë në një situatë të tjetër post dashurisë. Apo është vetëm moment, pra. Shembull që mund t'ju jap është konkret nga kjo letër. Shiko veprimet, veprat, jo fjalët. Shiko nëse ka vazhdimsi. Mos u mjafton me emocion fillestar. Nëse nuk ka bazë, nuk ka dhe të ardhme. Dhe letra apo këshilla Oracle që kam zgjedhur për ju sot, kam frikë nga ajo që mund të bëhemi. Letra thotë: kjo është shumë e rëndësishme. Këtu ka ndjenje të forta, por edhe frikë. Shikojeni, janë të kapur me këtë litarin, këtu që të dytë, por janë me gërshërët në mes. Ose një situatë që mund të jetë ka ndjenje të forta, por edhe frikë, siç thash, por një situatë që mund të jetë e mirë, por dikush nuk është gati për momentin. Kujdes, nëse dikush ka frikë, do të tërhiqet. Nëse ka pasiguri, nuk do të jap maksimumin. Pra, këtu të mos hidhemi all in me kokë e këmbë, por që të kemi kujdes në çfarë do lloj situate, qoftë dashuria apo situata të ndryshme në jetën e juaj. Këto ditë, pra, për ju të dashur binjak, sjellin ndjenje të bukura, por edhe një provë të vërtet. Një gjë të bën të ndihesh mirë, një gjë të zhgënjen. Dhe në mes është kjo zgjidhja. Mos e zgjidh vetëm atë që ndjen, zgjidh atë që ka të ardhme. Pra, duhet të zgjedhësh të vërtetën, realitetin, apo vetëm aty ku ka ndjenje të bukura dhe fjalë të bukura.